për një tender që s'u zhvillua kurrë, përveç cenzurën e lubis, për një objekt që ishte parashikuar në kontratë 105 milion dhe gjerë tani është 120 milion dhe janë edhe 30-40 milion tjera që duhet investuar për të përfunduar, sepse Edi Rama dhe Lubia kishin parashikuar atë me një qëllim të vetëm, aeroportin më të madh në Ballkan që të realizonin vjedhjen më të madhe. Sa më i madh, aq më shumë vjedhej. Por një gjë e vërtetë është që ne nuk në hyjmë në ato punë të brendshme të aksionerëve, ato s'kemi punë me të as me njëri tjetrin, ata janë punë i zgjidhin vetë ata me gjykat, pa gjykat. Po një moment kishte aty. Momenti super mafioz i kërcënimit me jetë të Bexhet Pacollit. Ai ka domethënë e madhe në vetvete. Ai ka domethënien se cilët janë anturazhi i Edi Rams dhe Lubi Ballukut. Zoti Pacolli natyrisht me atë super kujdes të ti nuk citon të Ramën, por po tha Belin, po tha Lubia, është Rama. Kjo është e njohur. E njohur. Por i tha gjëra. Pra, qytetarë duhet ta dinë se dy ministra të qeverisë socialiste, përkatësisht Damian Gjiknuri dhe Arben Ahmetaj, nuk kanë pranuar të firmosin tendrin për aeroportin e Vlorës, sepse nuk kanë qenë dakord për 120 milion euro që duhej paguar biletat e munguara. Dhe ata, normal, kanë kërkuar që aeroporti të ndërtohet faza e parë me 30 milion, siç është bërë me aeroportin e Tiranës. Shtohen pasagjerët, shtohet kapaciteti, me fjalë. Kanë kërkuar atë që duhet bërë. Dhe nuk kanë pranuar të firmosin. Kur Lubia ka firmos, Edi Rama u ka thënë atyre se kjo më zgjidh mua punët e mia. Ju s'më duaj gjë. Kjo zgjidh punët e mia. Por në vend që të jap dorëheqjen së bashku me Lubin e tij, ai ka deklaruar në mbledhjen e partisë, në mbledhjen e Tiranës, se ky është një sulm që skapi i partisë i bën Edi Rams dhe Lubia nuk ka asnjë përgjegjësi. Nuk ka bërë asnjë shkelje ligjore, asnjë gjë për gjëja. Dhe në fakt, siç e shihni, ajo vazhdon vërmëtarin. Ndonë se si një fantazm, sikur nuk ka ndodhur asgjë. Sepse ky është autori i kësaj është Edi Rama dhe kjo ka zbatuar urdhat kriminal të saj, ka shkel ligjet e vendit dhe është përgjegjëse pa diskutim 100%, por bashkë me Ramën. Ata që mendojnë se ky është një popull pa memorie, unë u rikujtoj se ish zëvendës kryeministri Ilir Meta për një regjistrim të manipuluar nga Edi Rama dhe Filip Çakulli, në të cilin
përmendej shifra 700.000 euro, që në vërtet ishte letër me shkrim që një kompani i kishte dërguar Ilir Mec se mosbatimin vendimit të gjykatës ndaj saj, ajo kishte fituar vendimin për një gjykatë për një dorë central. Dhe mosbatimi vendimit i ka kushtuar atij një dëm 700.000 euro. Ajo letër ekziston në dokumentat të shtetit, ekziston kudo. Dhe pas ekspertizës ju bë regjistrimit, doli se ajo ishte cut and paste në 27 vende. Në 27 vende, instituti më serioz i ekspertizës në Itali. Pavarësisht nga kjo, Ilir Meta, duke ditur standardin që ekziston, më ka ardhur zyrë, më ka thënë, unë jap dorëheqjen nga çdo detyrë shtetërore, sepse unë nuk shkoj të ulem para një prokurori si zëvendës kryeministër. Unë do shkoj të ulem si qytetar para tij. Kjo më takon dhe ka dhënë dorëheqje. Ka dhënë dorëheqjen pra për një akuzë që Edi Rama kishte montuar me Filip Çakullin se ato 700.000 euro që ishin në shkresë në cilat një kompani shqiptare, mos gabohem me pronar nga Elbasani, pretendonte se është dami që është shkaktuar se ne nuk kishim zbatuar, ministria nuk zbatonte vendimin e gjykatës. Po, ishte deputet. Ishte deputet, po. Kjo është e vërteta. Ai tha, jo, unë do shkoj. Kurse këtu bëhet fjalë për 90 milion euro të zhdukura me dokumenta zyrtare, dhe kjo nuk ka faj, sepse faj është Edi Ramës. Jo, faj është edhe i saj, edhe i Edi Ramës. Të dy. Po ky është standardi. Ky është standardi. Pra, ne jemi në këto kushte, ku opozicë i mohohen të gjitha të drejtat kushtetuese dhe rregullore, në cilin Edi Rama sundon mbi të gjitha ligjet dhe institucionet, mbron në mënyrë flagrante, nuk është rasti i parë. Jo. Këtë ka bërë me Sajmir Tahiri. Ju kujtohet ju. Solli antimafia italiane kërkesën për arrest për Sajmir Tahiri. Sepse e kishte dokumentuar në qindra regjistrime me klanin Habilaj, e kishte denoncuar ne, e kishte denoncuar Zagani, e vërteta është që ka merit jashtëzakonshme, që ishte oficeri antidrogës kryesor në zonë. Dhe ata erdhën Edi Rama, zgjodhi të sulmoj prokurorët për kërkesën dhe nuk lejoj. Nuk lejoj arrestim në ti. Madje asgjë. Histori tjera pasaj se si ja imponuar. Edhe u detyrua të jap dorëheqjen ai me radhë. Kështu që është totalisht në mbrojtje të vjedhjeve të korrupsionit dhe ne gjersot bëm çdo përpjekje për të shfrytzuar çdo hapësirë për të përmbush detyrimin ton kushtetues ndaj zgjedhësve tanë, por qeveria mbylli çdo hapësirë. Dhe ne sot
duhet të diskutojmë për përgjigjen që do japim kësaj gjendje të pa shembull që s'ka ekzistuar ndonjëherë. Së dyti, së treti, duhet nalem pak tek ligji. Ligji është një përmbysje e rendit juridik Shqipërisë. Është një përmbysje që çon Shqipërinë absolutisht drejt stalinizmit,